jetës. E një qift tjetër që janë darë së fundmi për lajmi që ndron ende i freskët, është padyshim Besi dhe Gjensila. Dyshja kanë një vajzë dhe një djalë, Ajka Amen. Do jem aty për gjithmonë, e jotja unë jam, se ti e ke qërësinë. Kriza mes tyre ka lindur qyshherët, akoma pa ngel shtatzën Gjensila për herë të dytë, por duket se ata i kanë dhënë disa shanse njëri tjetrit, deri në shtator të 2024, kur në gjykat kanë dorëzuar kërkesën për divorc pas 7 vitesh martesë. Madje mësot se Kallaku dhe Myrtezaj para se të shkonin në gjykat kanë premtuar që martesës së tyre t'i japin fund me marrëveshje, pasi nevoja për betejë ligjore. Deri tani, ata kanë festuar pra njëri tjetrit, por siç shihet në këtë video, ditëlindjen e parë të Amen e priti pa Besin. E tani dorën e saj e puth kush tjetër përveç letrit. Zemra një nënë është përmbushur me 2 fëmijë, po kur vjen puna tek bashkimi i familjes, sa keq që nuk mund ta themi njësoj. Dy engjëj të vegjël që më mbajnë lidhur me diçka më të madhe se unë, dashuria jon, ka shkruar ajo. Njësoj vepron edhe aktori njëri cili uron vajzën për ditëlindje, ama në imazhe mungën nëna e saj Gjensila. Kur flitet për mirësjellje dhe edukat, kush më mirë di të tregoj se sa Teuta dhe Blero. Ishte një prej ndarjeve që bëri bujt madhe mediatike, por me të drejtë, sot asaj dite ditëlindjet ata i presin bashk, duke bërë që Tara të ndihet vajza më e lumtur në botë, që i ka 2 prindër për krah, ani pse të ndarë. E madje ish më larg se para 2 muajsh, ata ishin bashk për maturën e vajzës së tyre. Po nuk ka munguar asnjë urrim zyrtar i babit Blero, duke treguar edhe një herë dashurinë që ka për Tarën, e cila ju bë semi-maturanta. E po, ky poqër civilizim, sidoqoftë muhabeti mes tyre në publik, duket të jetë paqësor. Emrat e Norës dhe Robertit, Patrisit dhe Teutës i kemi lexuar gjithandej. Njëri me një fëmijë, tjetri çift me 2 sosh. Janë shembull për raportin e mirë që mbajnë pas ndarjes, e madje për Robertin. Lirish mund të themi se edhe në intervista përmendi strefin, duke treguar edhe një herë respektin e madh që gëzon për nënën e rene. Gjatë karrierës tem, do shta e kisha veçu kur e kom njoftu se gjatë karrierës teme, kom njoftu edhe nanën e vajzës temë Renes, kështu që ai ka qenë momenti më i mirë, sot e kam vajzën 7 vjet i bën. Në ndërkohë, Altuna Sejdiu në një paraqitje publike së fundmi deklaroi se thjesht martesa nuk funksionoi, por jo dhe raporti për hir të Tian dhe Zan, ku ata baba e kanë instrumentistin e njohur Patris Berisha. Një nën duhet të jetë e lumtur para se gjitha t'i rrit 2 fëmijë të lumtur. Dhe unë nuk isha më e lumtur në atë martesë. Këta ishin vetëm disa prindër të famshëm që për hatër të fëmijëve ruajnë raportin e shëndosh mes veta.